Policia e shtetit ka hartuar një plan masash për ndeshjen ndërkombëtare të futbollit Shqipëri-Angli. Ndeshja pritet që të zhvillohet sot më datë 16 nëntor në orën 18 në Air Albania dhe për këtë Policia e shtetit ka hartuar një plan të detajuar masash ku përfshihet dhe menaxhimi i trafikut rrugor në qytetin e Tiranës para, gjatë dhe pas ndeshjes së futbollit. Për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, sot nga ora 14 deri në përfundim të ndeshjes, nga Policia e shtetit në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës, do të aplikohen kufizime të qarkullimit të mjeteve në disa akse rrugore në afërsi të stadiumit dhe konkretisht rruga Papa Gjompali 2, rruga Dervish Hima pranë ambasadës së SBA, rruga Asim Zeneli pranë ambasadës së SBA, rruga Themistokli Gërmenji, rruga Ismail Qemali kryqëzimi i liceut, rruga Mustafa Matohiti pranë shkollës Kosova, rruga Jul Variboba pranë postës, rruga Alek Dukajgjini pranë Ish-Gardës së Republikës, rruga Avdyl Frashëri pranë kryqëzimit të librit universitar, rruga Skerdilajt Llagami, rruga Faik Konica.